Përshëndetje, përsëri miq, vazhdojmë me avazin të zvërnecjen dhe protestat. Atëherë, sot dua të diskutoj pak me ju se kush janë pronarët e vërtet pas protestave. Po para se të gjitha doja të filloja pak me me pjesën e elitës tonë në Shqipëri. Domethënë, është e çuditshme, jo për mua, po për gjithë ju besoj që në momente kritike të zhvillimeve kritike që ka vendin, kjo elita jonë në thonjse, sepse po nuk besoj se ka një elitë, po ajo që është, nuk arrin kur të mbajë një qëndrim parimor. Asnjënës. Por të saktë mbi fakte dhe argumenta. Po pse nuk e bën këtë elita jonë? Nuk e bën këtë sepse elita jonë është shumë e lirë. Kemi një elitë që mendon vetëm për veten e vet. Kemi një elitë që rreshtohet pas interesit personal, në dëm të kujdo tjetër, në dëm të Shqipërisë dhe në dëm të çdo shqiptari. Unë elitën tonë do ta përkufizoja si një elitë që shitet vetëm për një kile salcice. Aq elitë e lirë është kjo elita jonë. Sepse në vendet e zhvilluara demokratike janë elitat ato që çojnë njerëzit apo turmat përpara, sepse kanë një mendim shumë avangard. Shohin pak më larg se sa shohin turmat. Janë më të kompletuar se sa janë turmat në nivel akademik dhe profesional. Po jo me elitat tona. Elitat tona janë thjesht elita salcicesh. Tani dalim te pjesa e kush janë pronarët e vërtet. Që në ditën e parë kam thënë në krye të herës që edhe pse Rama është i çik ngjumë, që kjo është një protestë agjenturash dhe ka si qëllim goditjen e turizmit në Shqipëri. Qofse shkojmë pak më mbrapa, një vit përpara, kryeministri aktual i Greqisë, për ato që kanë pak vetdije, nuk po flas për ato që nuk kanë vetdije, dhe thjesht janë njerëz, domethënë me dy këmbë, pa vetdije, pa asgjë. E patru. Tani, kryeministri aktual i Greqisë vjet ka deklaruar, dhe këtë mund ta kërkoni në internet, ka deklaruar që në pikun e sezonit vjet ka deklaruar që Shqipëria po rritet fuqishëm me turizmin dhe ne, ka thënë ai, duhet bëjmë diçka për këtë gjë, për ta ndaluar këtë gjë. Këto janë fjalët e kryeministit grek, jo fjalët e mia. Domethënë, kjo ka qenë një indicie e madhe që Greqia po përgatiteshet për të bërë diçka edhe për të goditur turizmin në Shqipëri. Domethënë, sponsori i parë, pronari kryesor i kësaj proteste është shteti grek, me agjenturat e veta dhe me njerëzit e vetë që kanë Greqi, që janë shqiptar, një pjesë e tyre që i përdor si të dojë. Pronari i dytë i kësaj proteste është Veliaj. Një pjesë e mirë e këtyre njerëzve janë ish mjafti dhe nën organizmat e mjaftit dikur. Domethënë, ka edhe diçka tjetër që ose shikojnë pak gjërat me detaje. Një javë para se të fillojnë protestat, Veliaj u humbi përfundimisht në gjykatën e lartë çështjen për të dalë nga burgu, e lëm përfundimisht burg. Dhe kjo ishte një indicie shumë e madhe, një arsye shumë e madhe për Veliajën për t'u derdhur në shesh me të gjithë agjenturat e huaja shqiptare, vetëm për t'i rënë qeverisë. Domethënë kemi një konglomerat njerëzish me interesa të ndryshme, por janë bërë bashkë. Dikush do t'i bie Ramës, dikush do t'i bie turizmit, dikush do t'i bie Shqipërisë, dikush do t'i bie Trumpit. Domethënë, kemi Greqinë si pronarin e parë të kësaj proteste, kemi Veliajn si pronarin e dytë të kësaj proteste, me njerëz të vetë në terren, me strukturat e veta, të ish mjafti dikur, edhe që akoma një pjesë e mirë punojnë në shtet akoma, mos e harroni këtë pjesë. Kemi edhe Albin Kurtin, me udhbashët e tij. Nuk po them që gjithë vetë vendosës janë, unë mendoj që janë patriot, po ka disa segmente marksiste brenda lëvizjes së Albinit, edhe bën të mendosh çfarë duan njerëzit e Albinit në Shqipëri. Janë agjenturat greke, sepse unë tu shoh dhe shumë shqiptarë të Maqedonisë. Shqiptarët të Maqedonisë nga 50.000 veta kanë ardhur për protestë kundër turizmit në Shqipëri. Kështu që kjo kuptohet që këtu ka një dorë që los gjithçka. Unë kam qenë vetë për protestën në Kosovë. Pro ÇK-s e shumë gjëra tjera, po të vish nga Kosova si shqiptar, me gjithë respektin që kanë për shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Maqedonisë, dhe kudo që janë, po të vish në Shqipëri të protestosh kundër investimeve,
Jo vetëm është një krye idiotësi, por është një tradhti. Si mund të ishte në Shqipëri, me që thua shqyqyr që Shqipëria po ngre pa kokën, po jo, ne do vim nga Kosova, nga Maqedonia, sepse këtu po bëhet domethënë krim kundër ambientit. Kjo nuk qëndron miq. Kjo është gjithë e organizuar e stisur. Domethënë, Greqia, Velia dhe Kurti deri tani. Pjesa tjetër e Greqisë nuk përmenda pak më përpara. Greqia dihet tash se është publike, ka edhe vite që është bërë publike që jo rastësisht paguan gjithë gazetarët, një pjesë të mirë të gazetarët mediave shqiptare, dhe një pjesë të mirë të influencerëve kanë përshtypjen. Dhe kjo nuk bëhet rastësisht, kjo bëhet për të përdorur pikërisht për këtë ditë. Ku në çdo studio televizive nuk shikoj një gazetar që të mbrojë interesin kombëtar, jo interesin e qeverisë, interesin kombëtar, që duhet ta mbrojnë intelektualët, duhet ta mbrojnë dhe gazetarët që janë në vijën e parë të raportimit. Po jo, gazetarët bëjnë krejt të kundërt. Pse? Sepse të gjithë një pjesë e mirë paguan nga Greqia për t'i bërë shërbimin sot Greqisë. Dhe ky është fakt. Ky është fakt. To blogerat nga dolën këto ambientalist, patriot. Blogera dhe influencera patriota. Keni dëgjuar herë ju? Mbot s'ka se ekzistojnë blogger dhe influencer patriot. Kto që shesin gjithçka për 5 klikin. Kush i organizoi këto? Se dhe këto janë pjesë e organizimit. Kush i paguan këto? Kush i financon këto? Çfarë din to për politikën? Çfarë din to për revolucionin? To s'kan formim. Formimi këtyre është qesharak. Pastaj pronari tjetër i madh ndërkombëtar, Partia Demokratike e Amerikës, me gjithë rrjetin e saj në Evropë dhe në Amerikë, me gjithë rrjetin e saj mediatik, CNN, Reuters e gjithë tjera që i kemi përmendur disa herë, kundër Shqipërisë, sepse duan ta përdorin këta tash, duan ta përdorin këtë betejë si kal beteje kundër Trumpit në zgjedhjet e nëndorit ku janë atje në Amerikë. Këto janë pronarët, për ju që nuk e dinit, për gjithë që nuk e dinit, këto janë pronarët e vërtet të protestës. Tashi, pjesa e protestës. Pjesa e protestës, se e kam cekur dhe pak më përpara, po e cek prapë përsëri. Është një tuf e mlefosur njerëzish që nuk duan as kënd dhe as gjë. Ka edhe njerëz naiv që shkojnë aty, pa diskutim. Por organizimi, sepse është i kapur, mbetet shumë enigmatik. Agenda e kësaj protestës është shumë enigmatike. Ja dje për shembull do bllokoni Rinasin. Po ku shko blloko Rinasin ti? Në kulmin e sezonit, në fillimin e kulmit të sezonit. Edhe kjo është ajo që kam kohë që e paralajmëroj. Është një tentativë për goditur turizmin mu në zemër, turizmin e Shqipërisë. Mu në zemër. Që me mira familje shqiptare me zonë përpresin që të vinë këta turistë. E jo më të anullojnë prenotimet, sepse disa idiotër, disa njerëz që s'kan fare logjik, që s'kan fare memorie, që s'kan fare njohuri nga politika, që për mua janë thjesht dy këmbësha pa vedi dhe pa tru, po i bëjnë një dëm kolosal vendit. Qose a ju mendoni se ne të tjerët në Shqipëri që paguajmë taksa dhe jetojmë Shqipëri dhe se kemi braktisë Shqipërinë, ne nuk duam revolucione, ne nuk duam drejtsinë. Ne nuk duam që prona t'i takoj të Zotit, ai që e ka realisht që është pronar. Po si duam ne gjithë këto? Po ju revolucion, ju që më fani për shprehjen, domethënë 5 minuta ju duhet me bë ujnë e holl, se s'duhet përdor terma banal, po s'keni takat dhe s'keni nivel të mbani 1 minutë muhabet me argumenta. Ky është niveli juaj. Edhe do bëni ju revolucion. Çfarë revolucioni do bëni ju më? Hapni më rrugët, lironi rrugët. Nëse doni t'i bini Ramës, qeverisa, do bëni ju revolucion, shkoni atje ku duhet bërë. Jo të bllokosh autostradë, Rinasin, rrugët e Tiranës. Çfarë taksirat i ka njerëzit më? Bllokosh turistat në Rinas. A jeni në Terezi më, go merr. Po s'keni faj ju, fajnë e ka ky gjati që është liberal. Ky është çik liberal. Sepse llumi duhet kontrolluar. Nuk lehet llumi të vetë organizohet dhe pastaj çfarë ndolli? Sepse llumin dhe vulgun, po nuk e kontrollove, vetë organizohet.
dhe të sjell këtë diare nëpër rrugët e Tiranës. Ne të gjithë shqiptarët e ndershëm i duam protestat kundër padrejtësive, kundër grabitis pronës. Po kjo është qesharake, kjo s'është protest, ju jeni thjesht mercenarë që po përdorni për të goditur Shqipërinë. Me dhe me po i bini Ramës dhe politikës korruptive. Ju s'keni lidhje fare me Ramën, me Berishën, me politikën korruptive. S'është fare agenda ju. Agenda juaj është si mercenarë që jeni, të mbillni budalletën e naive pas vetës dhe të godisni Shqipërinë aty te pika vet më e fortë. Pastaj edhe diçka tjetër për këto emigrantët. Atëherë, duke qenë se jam rritur vetë jashtë shtetit, pas kam qenë kurrë emigrant, kam respektin më të madh për emigrantët shqiptar, sepse i heq kapelen për arsyen sepse kanë dekada që me remitancët e tyre i kanë bajt njerëzit këtu me bukë në pjesën më të madhe të kohës. Por nuk pajtohem me një pjesë të emigrantëve shqiptar. Më vjen keq ta them te që është ndoshta edhe më pak se 1% e totalit të emigrantëve shqiptar që nga 90 akte fatkeqësisht kanë lënë këtë vend. Dhe mllimset kjo gjë, më vjen shumë keq. Kur mendoj domethënë që e gjithë shoqëria ime shumë njerëz që unë njoh ikën përfundimisht dhe e kanë lënë këtë vend përfundimisht, dhe normalisht kjo ishte për fajt politikës atëherë. Por, ky 1% që ose më pak që del në për disa qytete evropiane, kur u bët ju më kaq patriot? Kur u bët ju më kaq patriot? Kur u bët ju më që fëmijëve tuaj nuk i mësoni shqip? Që i duket vetja më italian se italiani, më anglez se anglezi, më amerikan se amerikani, më gjerman se gjermani, se keni marrë ca letra. Ku keni patriotizmi? Po si më mund dalësh kundër investimeve në Shqipëri? Po ju vet duhet ja dini hallin shqiptarëve se jeni rropatur për tikur atje ku jeni. E lëvoni si qeni atje ku jeni. Po si më vjen një investim në Shqipëri dhe ju dilni kundër? Po ku ka revolucion këtu më? Oh. Çfarë revolucioni bëni fjalë? Kështu që kjo është për ato pakicë të vogël emigrantësh që mendojnë se po i bëjnë shërbim vendit. Jo. Nuk i bëni shërbim, po i dëmtoni vendin. Po dëmtoni imazhin e vendit. Dhe nëse doni ta dëmtoni një vend, mjafton ti dëmtoni imazhin. Kjo është e vërteta. Po i dëmtuat imazhin, u rënua turizmi dhe gjithçka tjetër. Dakord? Kështu që thirrini mendjes. Kjo protest ka pronar që nuk dalin me fytyrën e vet, sepse kanë agenda anti-shqiptare dhe personale. Kanë agenda për të goditur Shqipërinë, për të goditur ty dhe mua, turizmin dhe gjithçka tjetër. Kjo është e vërteta kësaj protestës. Është për të paralizuar përfundimisht Shqipërinë në fillimin e sezonit turistik. Dakord? Kështu që kuptoni dhe refuzoni vulgun, lumin, që i kanë kuturu, zishban, dhe shpërndan vetëm diarre në rrugët e Tiranës, që i futen të gjithë dhe me libër shtëpie. Po t'ju futimi ne juve më. Ore Gomer. Po t'ju kthehen gjithë shqiptarët e ndershëm juve. Çfarë mendoni se jeni më? O turme me lefosur, që s'doni as kënd dhe asgjë. Që s'pranoni as një mendim kundër se ju i ditë ka ditë gjitha ju. Ju zini ku jeni më. Ju zini çfarë jeni, ju zini ku shkoni. Ju s'keni një mendim, një argument vetëm, për vetëm refuzim, dhe jeni të thekët. Dakord? Ju përshëndes në radhës